Rikthehemi pra në studio tashmë atletën Grace Sabakra që e kemi këtu në studio. Grace, faleminderit shumë që je këtu. Faleminderit për ftesën. Po çush mos më thirr. Edhe mos më dosh më thirr, te na bën me thirr. Faleminderit shumë, realisht ndina shumë mirë, edhe herën e kaluar kur jam konte. Jo, jam ditë për rahat, kështu që më ka pëlqyer shumë biseda interaktive që kena pas edhe herën e kaluar. Shpresoj që edhe sot kena me kalu shumë mirë. Po dalim direkt tani rezultat shumë i rëndësishëm. Vitin e kaluar kur kemi diskutuar, e ke pas brenda 24 orë 2 medalje ballkanike edhe 2 rekorde shtetërore. Po kësaj here këtë vit e ke përmirësuar dukshëm rezultatin, vjen me 2 rekorde, me një rekord edhe 2 medalje të argjenta në garën e Volos në Greqi. Po, ndoshta nëse kisha mujt me bo krahasimin se cila është më e mirë, unë prap më shumë i kisha jep vlerë kësaj dytes që është tani sfundni 2 medalje për shkak se kampionatet jonë që ti shkon për medalje, domethënë me ngrit shtetin sa manel që është e mundshme. Edhe sigurisht që edhe rekordi është pjesë që ty të bën mundi shumë krenar, po, mirë po rekordi i ditës së dytë ka qenë shumë rekord më i fortë se sa vitin e kaluar. Qofse na bojmë analiza më të thella si atlet, e kuptojmë që vlera e rekordit këtë vit ka qenë shumë më e vështirë dhe shumë më e madhe. Mirë po nuk është se kam shku për rekord shtetëror, kam shku për medalje ballkanike dhe ndina shumë e lumtur se vitin e kaluar kam qenë medaliste ballkanike e argjend dhe bronz, ndërsa këtë vit kam arrit me i marr 2 argjenda. Domethënë niveli i performancës tem ka filluar u ngrit edhe pi afrona shumë afër medaljes start, ku edhe qëllimi jam kryesor është me qenë kampione ballkanike. Po e përmendën një detaj, tha që në këto gara përfaqësohet shteti dhe kërkohet rritja e nivelit. Edhe në këto gara kemi shku shpesh e jemi kthy pa medalje. Shumë e vërtetë. Domethënë unë realisht gjithmonë jam person që e kritikoj shumë veten për çdo garë që e bëj, pavarësisht që e japi maksimumin gjithmonë në garë, mirë po gjithmonë gjej kritikat e vetja që u zhdesh diçka më mirë me rregullu. Edhe këto vitet e fundit realisht ndina shumë krenare me veten për shkak se shkoj me një ekip shumë të madh përfaqësues Kosovës edhe jam vetëm unë që kthena me atë medalje. Pra është një punë 365 ditë që ti stërvitesh për me shku në atë kampionat, edhe jena më shumë 90% jena meshkuj që marrin pjesë atje, pra një numri i femrave është shumë më i vogël, edhe gjithmonë unë jam ajo që e ndëroj Kosovën me qenë medalista ballkanik. Edhe një detaj shumë interesant është në këtë muhabet që ky sukses arrihet brenda 24 orëve, po çka e bën edhe më të komplikuar këto, është fakti që ti ke garuar 2 disiplina të ndryshme, vetë e strëngarkuar, ndërsa në 2 disiplina kanë qenë garueset e freska. Fix. Plus që kisha edhe një lëndim që mu shfaq një javë përpara që mora pjesë te Peja Trail, se do isha me qenë fituese në atë garë pasi që vi Pejes. Mirë po ka pas edhe ajo disefektet e veta që unë kom arrit mi shfaq gjatë garës. Mendoj që u konë shumë gabim që e kom bo, për shkak se jam atlete profesionaliste dhe nuk e besoj që krejtaj mundi që e kom bo një vjetë unë me shku me hu për 5 ditë, sepse prap ti duhesh milion disa gara për fokusin tënd më të lartë, po, edhe nuk është deshtë unë me bo atë gabim, mirë po... E që ma rëndësishme atje ke ndryshu edhe komplet setupin, se ti për teren të rast, unë jam të përpist, kom marrë pjesë në trail, edhe diferenca me vojzën e dytë ka qenë pothuajse 1 orë, domethënë s'kom pas nevojë unë as me bo atë lloj gabimi, mirë po ka ndodhur, kështu që unë jam tipave që dëshira për vetëdijnë. Fix. Hera e parë ka qenë që është në bajt gara dhe ndina prapë shumë okej që kom arrit me ja sjell Pejes po atë medalje të artë. Mirë po... Po, aty ka ndodhur diçka që ka mujt me pas impakt shumë të madh pastaj nga. Shumë të madh. Domethënë trajneri jam, unë gjithmonë them trajneri jam, kena ardhur deri me një pikë që na mos me garu hiç. Për shkak se lëndimi unë i kom hek 3 shtresat komës që mund penalizoj likurës, që mund penalizoj ke pjesa e atletës që unë vrapojsha gjatë garës, më prek ke fiks hekrit e lëndimi, që ka qenë që unë domethënë kom marr infektim ma vonë te likura, për shkak se kom bo gjakderdhje ka pas shumë, edhe ju mundu me shëru, mirë po kone pa mundu, për 5 ditë nuk u mujt me shëru. Tash, mund bon edhe pak 2 muaj, edhe prapë së është shëru komplet, edhe kur e mendoj prapë, se që shumë hinë në garë, më thënë thjesht thëmë shëqyrë që kum pas një adrenalin shumë të madhe, edhe s'ku mendu shumë. Thjesht u kona ajo pjesa që e kom mendu që jam me një formë shumë të mirë, edhe është ardhë vakti që unë duna me jep maksimumin, se nëse Gresa s'kish garu në atë garë, Kosova ish këthy pa medalje ballkanike. Ka pas edhe shumë shtetet Ballkanit që ju në këthy pa medalje ballkanike. Mirë po unë isha ndi shumë ketë, sepse një vit përpara, që kom pas performancë më të dop, ju më kthy me medalje, kurse këtë vit që kisha performancë shumë më të madhe, më kthy pa medalje, domethënë nuk ja kisha fal vetit.
Edhe si përfundim 2 medalje të argjenta. 2 medalje të argjenta, domethënë historike, për shkak se në cilat disiplina kanë? 3000 metra dhe 5000 metra. Pra me komplet 2 setapet ndryshme të garuzëve. Domethënë 2 të ndryshme, saqë ditën e parë kur kom hi ngar, çat shumë kom pas dhimbje te koma, saqë i kom thon trajnerit, "Okej, thjesht po mendoj se 10 minuta zgjat gara." Thash, "Okej, atëre po hi 10 minuta, pe japi maksimumin edhe s'po boj më kur gjë." Domethënë nesër unë realisht në tru temin e heka që unë kam me garu ditën e nesërme. Ty e pas se sa shumë kam dhimbje te koma. Mirë po, pas përfundimit garës, domethënë e kom kuptuar që realisht isha shumë formë të mirë. Ish gjëna, se është, unë gjithmonë ndola dhe mendoj ndonjëherë them shumë persona dojnë me pas formën tem, edhe unë e kisha realisht formën, medalja isha aty te unë, thjesht më vëfke edhe një herë me hingar. Kështu që dita e dytë më ka mbajt adrenalina e ditës parë, gëzimi që shkoj tepër mirë, domethënë që garova shumë mirë, edhe ajo pjesa që okej, një medalje u siguru, Kosova hini te lista e medalistave. Kështu që nesërmet ka qenë thjesht 50-50, nëse fitoj medalje është okej, edhe nëse s'fitoj prap isha okej me veten, se unë vishe fitova medaljen. Po ndoshta më shumë e kom shiju ditën e dytë garën, se ditën e parë kon shumë stresuese. Domethënë s'disha realisht sprinterken, atletën e kom pas krejt gjak pas përfundimit garës, se është fërku ton kohën me atleten. Edhe domethënë gjatë gjithë kohës nuk kom ditë se sa kam me shku koma jam deri në fund. Domethënë a kam me përballuar me përfundu, se nuk është garë e Kosovës, është garë ballkanike, konkurrentët I kisha shumë të forta, domethënë Turqia ishte edhe kampione e Evropës, pra ishte një rivalitet shumë I madh, saqë ti këto gabime nuk mundesh realisht mi bë. Është shumë jo profesionale se çka kom bë, mirë po kismet shpresoj vitin tjetër të jem e artë. Jo, që ashtu shku, është përmirësim I dukshëm. Po e ke ndërmarrë një hap shumë të rëndësishëm në krejt këtë mohabet. Po veç edhe një sen do të më pyet, çka të ka thonë trajneri kur ka pa për herë parë me lëndimin? A ka qenë ai pro me hi apo ka qenë kundër? Jo, ai ka qenë kundër, për shkak se ai më thej që ky lëndim, domethënë ata janë shumë strikt. Domethënë realisht mu kur më tha dermatologja që unë I kom lëndu 3 shtresa, I bike realisht I kom e kohë një kohë shumë e gjatë e shërimit. Edhe nëse unë brenda javës prap vrapojsha, ajo nuk u shërojke. Veç as zgjat. Vetëm me zgjat. Mirë po, ai e dike, 1-9 se sa shumë vlerë ka për Kosovën kampionati ballkanik. Domethënë thoj që okay, Grace na munde me vrapu, po më dëgjumu nuk vrapon. Për shkak se ti nuk jetë mbyll këtë vit karrierën, kimë pas vitin tjetër prap kampionatin ballkanik edhe e rrimer medaljen. Po jo, domethënë unë sportit realisht nuk I dije. Domethënë unë e di pi vitit kalum jam kon në formë jashtëzakonisht shumë të mirë, me këputjen e quadricepsit unë jam kon këtë vitim ka shku off thuja. Edhe mo nuk bjen forma, bjen gjithçka, jep psiqikisht shumë down, edhe kom thonë, okay, nëse deri që tash u shkru me vrapu deri në kampionat ballkanik, okay, jam okay me veten, e marr medaljen që kam e marrë dhe bëj skip për medaljet e radhës. Mirë po, medaljen u fitu, shërimi thuaj se është në nivelin e duhur. Tash në rregull. Tash jam okay, po. Ke bën një ndryshim, ke vendos me qenë pjesë e një ekipi spanjoll për me rrit performancën edhe kjo si duket ka sjellë rezultate. Për cilën e ke bëhet fjalë edhe çysh erdhi puna deri te bashkimi me komplet ekipin spanjoll? Mas parti domethënë pas përfundimit ciklit olimpik na gjithmonë bojmë kërkesa te trajnerat që do na më shku. Përfundon cikli olimpik edhe pastaj ti bën kontratat me shtetin përkatës që ti don me marr pjesë. Unë jam kompi aty në vetipa që jam kon shumë okay me karrierën tim, domethënë kisha mbri nivelin më të lartë të sportit, kulmi, olimpiada, edhe kom thonë nëse unë rivazhdoj edhe një herë me bë atletikën, duna me bë te personat adekuat. Me rrit nivelin jashtë. Jashtë. Nëse jo, atëherë mbyllim me qashtë. Domethënë unë kom përfundu shkollë jashtë vendit, kisha shumë dyrë të hapme për punë, të njëjtën kohë isha edhe me vazhdu si trajnere, pra isha shumë e kompletume si Gres. Thjesht arsyeja që unë kom vazhdu në Spanjë edhe arsyeja që unë I kom bë kërkesë Antonios ka qenë që kjo arsyeja që unë me ardh në nivel më të lartë, jo më kon e kënaqshme me këto garat mitingje shumë të vogla që na kanë rrethu neve. Momentin kur Antonio trajneri më ka pranu, na kena vazhdu me performancat edhe me plan programet spanjolle, mirë po, gjatë ngritjes performancës tem, pastaj kanë fillu kërkesat për unë me vazhdu me ekipe spanjolle, gjë që është një sukses shumë I madh. Sa ata kanë pa potencial të ti? Sigurisht edhe është trajneri dhe më thonë realisht e ka hek një atlete spanjolle, sepse ti gjatë performancës vitit, ti konkuron për me hinë ekip të Spanjës. Në atë ekip Spanjës munden me hinë 30 ose limitum, edhe sigurisht që unë gjithmonë kom mendu që okay, ata e marrin më përpara një spanjollë se sa një kosovare. Në këtë rast ndodhe kundërta. E ka ndodhe kundërta, sepse
trajneri jam, domethënë kur u shku i ka jep listimet që vitin e kaluar nuk e ka jep emrin tim, se nuk jem kon ma e mira, ka pas atlete shumë më të mira se unë të Spanjës. Këtë vit unë konkurroj me atletet e Spanjës nivelit shumë të nel, domethënë ajna deri në fund nuk dihet se cila po fiton. Wow. Edhe kur më ka ardhur kërkesa për unë me vrapun klubin e Nerhes, që është një ndër klubet më të suksesshme në Spanjë, më thonë ju më çudit, sepse ai realisht e ka hek një atletet të veten të Spanjës. Edhe kur jam shku me falenderu që faleminderit, sepse realisht unë të na merrsha financa dhe më bëj kë shumë atlete më të lehtë rrugtimin për me vazhdu. Më ka thonë Gresën mos më thuj kur gjë faleminderit sepse vetë kim bëri, domethënë unë jam trajner i joti, po jam trajner edhe asaj në atë njëjtën kohë, nëse ti për momentin je ty e mujt këtë atlete ose 2-3, po njëjtin send unë muj me bë prap vitin tjetër nëse performanca jote bjen. Domethënë na pronoj ty e shti tjetrën, kështu që krejt varet performanca jote edhe përkushtimi jot sa është më i madh dhe ti e merr përfitimin që ty takon. Po ndoshta unë i marr pi një vendi që na jena mundu shumë, edhe ndonjëherë se kena marr kurrë ato që e kena merituar. Domethënë gjithmonë jena kënaq me pak. Edhe kur jam shku në atje, kur mundi mu ka shpërbly minimal, mu ka shpërbly direkt, mu ka dok shumë wow. Plus me një shtet që nuk na nje. Dhe me thonë, unë jam shku me pasaport Kosovës, prap kam pasaport Kosovës atje, edhe nuk, thjesht nuk intereson aty me vish intereson disiplina, rezultati dhe ti klubit tënë që e përkëro, mu kon korekte me rregullat e klubit. Edhe kjo është fakti më i mirë kur dikush nuk don me përzi politikën sport. Është thjesht. Fix. Domethënë ka bë mundi. Domethënë mua ka bë mundi fix e kompletume që nëse çka u kon një pi arsye, se gjithmonë besoj që gjithçka ndodh për një arsye. Nëse unë në Paris nuk e kom përfaqësu Kosovën në mënyrën më të mirë duhur, u kon një pi arsyeve që ndoshta unë edhe një cikël olimpik me vazhdu për mu ngrit profesional si Gres, me kuptu qysh është me ushtru prej Ballkanit, edhe është me kuptu qysh është me ushtru prej Evropës. Që unë me pas eksperienca dy anshme, dy anë të medaljes, që nesër pas nesër kur jam atlete, trajnere me ditë realisht se çka duna me fol me sportistin tem, që unë jam marrë prej qëti vendit, i kom përjetu edhe stërvitje të ndryshme ballkanike, po i kom përjetu edhe stërvitje të ndryshme evropiane. Po du më ndalë edhe pak ndo vende tjera, po du më ndalë pak te Monaco. Edhe këtu ke pas paraqitje të mirë, po. Na shpjego pak për Monaco, ke shkëlqyer në disiplinën 1500 metra. 1500 metra. Monaco edhe aty më kone vetëm nga Kosova që jam kthy me medalje e zhvillimeve të kampionatit evropian. Apo aty kum vrapu 1500 metra për shkak se një javë para kum pas një performancë shumë të mirë në Spanjë, ku kum bë dhe rekord shtetëror 1500 metra. Edhe tash jam dal të dal disiplinat që më përkosin mu 3000, 5000 dhe 10000 metra. Pra, ti e preferon distancat e gjata? Unë edhe jam atlete e asaj disiplinës. Mirë, po 1500 metra është një disiplinë që mu më pëlqen shumë. Edhe i kum kërku, është e shpejt, e shijon, edhe atletet e 1500 metrave janë shumë të kulturume. Janë ekstrem të kulturume, domethënë kanë një energji shumë të mirë, sa që ti ki qef realisht më kon kollorum me to. Edhe i kum kërku trajnerit nëse kish pas mundësinë Monaco me vrapu 1500, për shkak se gara tjera ballkanikun e këto nuk është dëshira që ty të bën, ti duhesh me shku aty ku ti përket. Edhe domethënë kjo kon arsyeja që kum pas qef me shku në Monaco, sepse Monaco realisht është një prej pistave më të shpejta të atletikës, pistes. Edhe kum pas qef me bë garë të shpejt. Domethënë gara nëse kisha vrapu 5000 metra është shumë problem se është pista që ty të bën me vrapu shumë shpejt, mirë po nuk është adekuate për 5000 metra. Kështu që është shumë më mirë gjithmonë mundona me përdor logjike në disa gara, që nëse është garë shpejt me vrapu garat e shpejta. Nuk është se nuk e pas sukses, për shembull në Shkop 10 kilometra e ke thyr rekordin shtetëror. Tjetra ku ke rekordi Kosovës, këto s'po përmend se kjo është po më në rutinë vrapimi 1500 metra. Vendi i parë në gjysmë maratonën Nohër. Edhe çka mboni përshtypje ke e fitova, po ata knacin ta fitoj garën Night Edition. Po, ka qenë garë nates, unë jam tip që jam ma shumë atlete e nates. Nuk jam atlete, kur ka gara mëngjes realisht më kap shumë stres, ka shumë dritë, pëlqen shumë teri si person. Edhe gara e nates është hera e parë që unë ku marr pjesë me një garë të nates. Edhe çaq e kishin organizuar mirë shqiptarët e Shqipnisë, saqë realisht ju më di tepër mirë në qatë garë që ku marr pjesë, edhe ka ndodhur shumë spontan.
unë jam shku thjesht për aktivitetet e mia që kom pas një fluturim me bo përmes Shqipërisë, edhe rastisht e kom pa organizatorin pistë. Edhe më tha, Gresa, kjo orë për garë, thash, jo, s'po disha që pas ka garë, bile. Tha, jo, ki kisha pas shumë knatësi, tha, me të pa ty në garë, thash, po kuro gara? Tha, natën, thash, natën, dhe më thonë, unë ju mësu natën me pas gara në Evropë, po jo në Kosovë, Shqipni, Maqedoni. Thash, okej, atër po vipe shijaj. Edhe dhe më thonë, vish ju më shku, edhe nuk e kom prit as veç që është ai nivel i garës, sa që u kon shumë i organizum shumë mirë, edhe kom shiju maksimalisht. Edhe kurime se tash po e fluturon koha kur po bisedojmë me këtë dinamik, për fund një këshill, qoftë për institucionet, qoftë për garus të rinj që e pëlqejnë atletikën në Kosovë. Sa i përket institucioneve, sidomos nuk e di se sa jeni të informuar, kategorizimit e femnat e kanë ngrit 100%. Do të thonë është diçka që mu si Gres më ka bë mundi tepër mirë. Ndoshta edhe që kjo u kon një prej motiveve që unë më vrapru ditën e dytë edhe një herë në kampionat ballkanik, sepse sado që unë kom po sakrificë të madhe, e di që ai mund ka më shpërbly. Kështu që kam fillu me ndryshu për kraja, sidomos te femnat. Kurse sa i përket këshillës, unë gjithmonë them, gjithmonë duhet më mundu me bo më të mirën që ti e ki. Gjithë secili person e ka talentin e vet. Sigurisht që duhet shumë punë e madhe, shumë herë ju mërzu si Gres, edhe pse shumë raste më ka ndodhur që kur hin gara, domethënë më thonë garus, uri me vend i parë, pa e fillu garen. Po është e vështirë, domethënë nuk është që Gresa ka ardhur sot edhe u bë nesër kampione e Kosovës. Unë po thuaj se kam një dekadë që merrna me këtë sport, edhe prap gaboj. Sepse ky sport, jo sporti, po gjithçka në jetë mëson edhe ty jetu e kupton se ku është gabimi. Gjithmonë mundona me i thonë njerëzve që me mendu ma pak ato që se kena, edhe me punu shumë edhe me desh veç ato që e ki. Sa ma pak me mendu shumë mundesh me mbri. Falenderoj shumë për kohën, është gjithmonë kënaqësi me diskutu me ty, edhe po uroj që herën tjetër kur takohemi këtu në studio kemi me fol për të artat. Inshallah, dhe me thënë realisht në komendu që dhe me thënë logarit i bjen 8 medalje balkanike dhe alos ka ardhe orta. Kur vjen edhe dikush më thot mu qysh me mbrin sport, unë kom 8 vite që pensionoj tortën. Dhe me thënë logarit e çfarë rrugtimi i gjatë është i orë për tortën. Kështu që uroj edhe shpresoj që realisht vitin tjetër ka me qenë orta. Shumë suksese. Faleminderit.